Allahu xhalla shanu thot: "Liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm." Do të mbartin thot gjunafet e veta të plota ditën e gjykimit dhe prej mëkateve dhe gjunaheve të atyre që i çojnë në humbje dhe në devijim pa dije, pra dhe me kokëforci, me ignorancë, Zoti na ruaj. Ka edhe ajete të tjera të ngjashme, të cilat tregojnë të njëjtën gjë, pra që Allahu xhaleshanu neve na thot kur mos u bëni shembull i keq, po bëuni shembull i mirë. Gjithmonë mundohuni promotor, të bëni promotor dhe promovues të mirës. Me sa të mundeni, e nëse nuk ke mundësi që të bëhesh promotorit një, paktën mos e përhap keqen. Gjithë se cilit ketë raportin e ti me Allahun xhaleshanu. Nëse unë bëj një mëkat ose bëj një gjunafos, Zot më fal, o Allah më fal, o Allah më fal, dhe të mundohem ta fshehet nga sytë e njerëzve, sepse nuk është gjë e mirë që njeriu pra ti duket mëkati kollaj për të bërë dhe në sytë e një mos ketë turpe dhe nga njerëzit, Allahu na ruaj. Thot profeti alayhi salatu wassalam, el haya'u nisful iman. Turpi është gjysma e besimit, e gjithë besimit është turpi. Pra nëse njeriu të hiqet turpi nga zemra, nëse e shef dikën që nuk ka turp fare për gjërat që bën, për gjërat e ulta nuk ka turp fare, atëherë dije se Allahu na ruaj, nuk ka lidhje me besimin. Allahu na ruaj, sepse besimtari është i turpshëm.